Sezoni i garave të atletikës që organizohen nga Federata e Atletikës së Maqedonisë së Veriut zyrtarisht ka filluar në prill me hapjen e sezonit dhe deri tani janë zhvilluar disa gara të vlefshme për renditjen e klubeve në të gjitha kategoritë për djemë dhe vajza. Në mesin e ekipeve pjesëmarrëse në garat e parapara për vitin 2026 me ekip të kompletuar ka marrë pjesë edhe klubi i atletikës Kamjani që drejtohet nga ish atleti Ibrahim Xhemaili. Ai për televizionin Koha thosë se është i kënaqur me të arriturat e deri tashme fal edhe përgatitjeve gjatë sezonit dimror dhe cilësinë e disa atletëve për çka ekipi ka një të ardhme të ndryshme. Do të veçoja Arti Gjeladinin, i cili është një kampion shumë i mirë, është mjaft i shpejt, ka rezultate personale edhe pse është 14 vjeçar, do të vrapon 19 100 metrëshën. Kryesisht ai edhe në garat dimrore edhe në Beograd fitoi vendet e para në 100 metre, në 60 metre, në di garat të radhazi. Dhe është një talent shumë i mirë, është punëtor, duhet edhe në vazhdojmë punojmë me të. Kemi edhe Diar Xhemailin i cili është mjaft punëtor, është edhe ka mjaft rezultate të mira në 300 metre, edhe në 800 metre, sepse është atlet i shtiljeve të mesme, mirë po tani punojmë pak në shpejtësi derisa janë pak më të vegjël. Edhe kemi edhe vajzat i kemi mjaft të mira. Janë një grup vajzash 2013 të lindura, 2012, dhe thotë pionerët janë mjaft të mira edhe fituan garat e pionerëve që i patëm tani së shpejti, u bën kampione shtetërore. Klubi atletikës Kamjani në radhët e veta ka një numër të konsiderueshëm të garuesve, por me cilësi dhe rezultate veçohen Arti Xhemaili dhe Iliana Sallai. Në këtë sezon kemi arritur shumë me profin Ibrahim Xhemaili, dhe më thonë kemi trenuar shumë, kemi ardhur çdo ditë në trening, kemi qenë të disiplinuar dhe unë jam shumë i kënaqur me rezultatet, sidomos në 100 metra dhe në 300. Kam thyer rekorde prej në 40 në 38 sekonda. Edhe 100-ën e kam bërë 11.93 sekonda. Jam shumë i kënaqur me rezultatet që kam arritur. Unë jam shprintere, vrapoj 60 metra, 100 metra, 200 metra dhe 300 metra. 300 metra kam rezultat shumë të mirë dhe jam shumë i kënaqur, gjithashtu edhe 100 metra. Garat në organizim të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut vazhdojnë edhe këtë fundjavë me kampionatin shtetëror për të rinj që do të mbahet në Shkup.